e dytë të emisionit, e që prapë keme me pas një bashkëbisedim mjaft veçantë, me një mysafir mjaft veçantë që është Djart Nishori. Faleminderit shumë Djart që erdhe edhe kam kënaqësinë të kem bashkë sot në studio e të realizojnë një bashkëbisedim mjaft këndshëm. Faleminderit që mujta me orë. Jeni mërgjimtar edhe tash vera në Kosovë, qysh ka fillu krejt për ty? Sa e dojnë vera në Kosovë? Unë gjithë, presja mi vogël gjithë qëto verë, qëto vitri vi këtë. Okej. Edhe gjithë mirë unë presin krejt, knoqna. Krejt një. Qysh kalon verës në Kosovë? Qëka të pëlqenë marrë shumë? Cilat janë ato aktivitetet që mas shumë të i frekuentan kështu në Kosovë? Muzika. Muzika? Po. Ajo është që... Ajo është numër një. E kur ndalemi tek muzika, është pikërisht Djarti në fakt që e kemi reper, nëse nuk gaboj. Kohëve të fundit, e që ka hyrë muzikës. Po. Si erdhi krejt ideja je një djalë i ri, në moshë të reja dhe qefët edhe këto senet kreative njët janë fillimisht në këtë moshë mas shumëtin që na vinë. Kështu që qysh na trego pak rrugtimin si erdhi si ide. Unë me 11 vjetë gjithë ja kom nisë me knu kong, ja butrin të dja krejtve. Unë kom vrej që zonit ashte pëm shkan, muj me knu, unë ka pëlqy me knu. Tani ja nisa me bo gjermanisht mas por i kongët, se shqip s'kom dit me shkru heq. Ja nisa mas por gjermanisht me i bo kongët, e në Gjermani ma shumë rap pëngohet. Tani unë gjithë rap kom knu, kom bo kongë, kom shkru, kom i qezu edhe kom qit një 3 kongë që janë veç rap, gjermanisht. Tani që të ardhë në Kosovë, për shemë të bo klipe, të njoftu njerëzit, edhe kom provu onën me bo muzikën shqip, verore, reggaeton ma shumë. Të ashtë, unë ka jetë, po më pëlqen ma shumë këtë, edhe po më presin ma mirë këtë. Sot, po e vërin këtë dalimin me knu gjermanisht edhe shqip, qëka është që të flanë ma shumë në zamër? Me knu shqip? Me knu shqip. Ani pëse nështë ta në fillim nuk e ditë shumë e shru, kush ka ndimu ma shumë kështu? Unë ka ndimu ma shumë të Albosi, edhe Flowit që mi banë gjerimet. So atash e ndjen muzikën edhe so e shë afa dhe gjatë muzikën. E ndërën kështu dhe të ardhëmën e largët gjithmonë në muzikë? Unë muzikën e vlerësoj shumë, mundësin që e kam për me bo muzikën, se ta është i gjithë e kush që ka qef me knua me bo muzikë, se ka mundësin, ma shumë të e vlerësoj që muj me bo muzikën, që i kam kushtet, edhe... Na tregove për, na i përmende në fakt, dy bashkëpunëtorët e tu. Sa janë ata të përkushtuar ndaj teje? So ata të informojnë me tregun muzikor, ose so eshe te vetë tregun muzikor sot në vendin tonë edhe? Ata bashkëpunëtorë që i kam, thash që është Albosi e Flowi, ta është për shembull gjithë këtë viveres, gjithë të kom në studio, rina deri në 4, në 5 natës, veç të punu. Edhe këta gjithë më nëmojnë, për shemë, këtë janë nisë me shkru një kongë, pregaditin në Gjermani kongët, se tani në Kosovë s'ka më shumë kohë, se pushimi s'është ka që i gatë, e tani këtë krejt kohën do të me shfrëzu, me bo kongët, me nqezu, me bo gjerimet, për me i s'krejt me plan. Përveç muzikës, që që kalon të pushimet verore në Kosovë? Krejt jashtë ta muzikës, kështu sa të pëlqen vendi, atmosfera, del natën, që që kalon verën? Me të familjes dalë shpesh, këtë jam në studio, këtë kam kolir, dalë me të familjes, shkojna për shemëll dalëm në për Prishtina, kamas shkojna e vizitojna venet, edhe që shto më shkan vera. Nëse nuk ka bëj jeni në Gjermani? Po. Okej, qka e shetë diçka që të mungon shumë kur jenë Gjermani nga Kosova? Cila rutin ma shumë të mungon? është atmosfera, se këto krejt janë ma happy, ma qelt njerëzit, atje në Gjermani ki njerëzit ma të mshelt, ma të ftoft, nuk shyren me tregu shumë pej vetës, me mojtë ma shumë privat senet. Ma shumë privat? Po. Djarti me që e donë ka shumë Kosovën, po tash edhe me muzik, e mendon do njerë me arë me jetu gjithë kohën në Kosovë? Po, mendoj me orë me jetu, po njerë atje do të me kry për shemë shkollën. Pa tjetër, gjithmonë nuk do të me lonë anash. Gjithë shkollën do të me pos, që me thonë, gjithë shkollën do të me pos në gjep për shemë, me thonë. Gjithë do të me pos plan B, nëse stec muzika ose s'mun është mo me knu, me pos bili shkollën e me anis në i punës të mirë.
Ju vetë në cilin profesion i orientum kështu në shkollë? Tash të shkollën në Gjermani e kum kryin, adin shkolla që normal deri në 10 klasë, tash të ja kum vazhdu shkollën për ekonomi. Okej, të pëlqen ekonomia? Po. Që shë bën tash këtë balancë në muzikë, po kënej edhe ekonomi. Ashtë e vështirë? Dy natyra këtë këndrëta? Është e vështirë ka njerë, po gjithë do të me planifiku. Për shemëll, në qëtë vakt tash të, për shemëll, kam provimet për shkollë, në qëtë vakt do të tash të pak me pozu muziken, me mësu ma shumë për shkollë, për mi kalu provimet krejt mirë, tani si të kam kohë lirë, vesh muzikës do të mi hi. Paraprakisht e ceke që rinia ka dalim shumë me vendin në Gjermani edhe këtu në Kosovë. Që ka të pëlqen ma shumë të rinia në Kosovë? Je vetë edhe djali i ri edhe gjatë gjithë kohës je kështu pjesë bashkë me rinin edhe sa të pëlqen rinia në Kosovë? Që sheshet të rinin? Energjin që ata përcjellen? Rinin e shumë mirë se e kanë edhe energjin të mirë këtë. Edhe janë ma qeltë, mundesh me shoqënu ma kalaj me këtë njerëzit në Kosovë. Mundesh me bo muhabet ma kalaj se atje në Gjermania pak ma ndryshe. Në fakt je i ri edhe që ka të pëlqen kështu ma shumë në Kosovë në atë pëtëm, po vajzat të pëlqen në Kosovë? Me që je djali i ri? Po. Që ka të pëlqen ma shumë të një vajzë? Të djartë, në këtu në Kosovë normalisht? Po. Mu në vajzë më pëlqen ma shumë të mas pari karakteri, mos me pas për shemë menen e modhe, edhe me mujt me folë qlirë me tho, e mos me të ormore me nejtë në një vojës për shemë. A janë edhe prind e djartit ata që si çdo prind shqiptar që thojnë duhet me majnë, një nuse shqiptare në të ardhmen? Po. Sa je i pajtimit të për këtë pjesë, apo ndoshta nuk ka lidhje edhe nëse djarti dashurohet me një vajzë që nuk është shqiptare? Jo, edhe në po ta qef për shemë me marrë një vojës shqiptare se ta shtejo në shqiptar jam, me përzi gjoki për shemë me një gjermonk. Nuk e ke dëshirë? Se kam dëshirë. Ta që si djetë fatit. Okej, po normalisht. Si djetë fatit me qënë se i ande i ri, ka ko, edhe muzikën mos me lonë anash asë njëherë. Jo, asë një tro. Po një vajtë që mirët me muzikë, të e pranoje? Me që veti ke hykë si trego? Halo, e din në fakt edhe që është trego? Po, për vete, halo, e kam do cile tjera. Për shemull tash që s'kam vesh menjen të vojzat, po nërë du me bo karierën tem, edhe tani muj me këshirë, për shemull për vojza me morë, me dollë, nërë kam në cilat e mija me... Pa tjetër, gjithmonë këto planifikimet, po zakonisht vesh për dashuri prishen, se mund është me u dashuru edhe rrugës. Po. Nuk prish pun? Nuk prish pun, ja. A ka përgadit djartit diçka me na këndu sot neve? Qysh? A ka përgadit djartit diçka me na këndu neve sot? Një repariri me promovu pak punën që ke fillu me e bo? Moj me knu një pjesë që e kom bo tashti, moj me knu pjesën që e kom bo kongën tashti me albosin, që e kom qitë, s'ka problem. Okej, mund është me në i refren. Kumbi të ti, pse si mo me mua, pse si kom mo buzet e tua, nuk kom fuqi të jetoj në vetmi, kjo zemër të kërkon veç ty. Bravo, shumë. Shumë një zotë bukur e djartë, a një pësën më ushtëri? Faleminderit. Pas ke hy me këmbë të hajrit. Për me u largu pak nga muzika djartë, je mërgjimtar edhe zakonisht verës, qelësi kryesor i verës në Kosovë janë pikërisht mërgjimtarët. Ata në është ta që i dojmë mas shumëti, na dojnë mas shumëti, por në fakt, kove të fundit edhe para gjukohen në disa raste. Do shta kanë qef marrë kështu me makinat të shtrejnëta, sa je tip i tyre ti? Hynë në këtë pjesë? Bën jetë luksi kështu? Për shemull, gjithë kush ka qef me pas kjerën e shtrejt, kjerën luksos me pas, me kalzu vetën, për mu s'ka rëndësishëm. Okej. Asë nuk paragjikoj njerëzit, se njerën të ashti kote shetë të s'munesh me ditë fillë qysh ashtë, a qa vlerëson kë, a qa ban njerë, s'munesh me ditë, pa e njoftu. Pa tjetër. Ju vetë jeni ndjerin do njeri paragjikuar ndoshta ose... kur keni dalë në shtatë dhe në qytet, ose kanë mujtë me të këqyrë njerës, apo diqka,
Veç pse je mërgjimtar? Qysh? Ka rastis ndonjëherë me të paragjiku ty të tjerët, për veç se je mërgjimtar? Ka njerëzit që janë paragjikojnë. Qështë kanë paragjikuar se antikohesh ti? Për shembull, tash që bëj muzikë, tjerët menojnë tash ja ky e Gjermanisë, ja ky ban muzikë, ja njëri ka pak famë, me në modhe. Si shati këto komente? Qysh i merr Diarti këto komente? Si menaxhon? Po tash çfarë paragjikime që i kanë njerëzit për mu, unë e di vetë qysh jam. Tash ku të thet njëri, unë e kam menën e modhe, unë e di ai ka menën e modhe ose kam. Për shkak ku janë paragjikime që si janë real, si ja për rëndësi. Jo. A e kanë mërgjimtarët menën e madhe jashtë Diartit, nga syri jot, si e shati? Apo thjesht janë të paragjikuar? Krejt janë paragjikuar, se tash çush thash, është njëri i Kosovës, është i Gjermanisë, ai i Zvicrës, ti thash, s'mundesh me ditë ç'është njëri. Po. Ai ka menën e madhe, është djali i mirë, s'mundesh me ditë. Ku e shati që të paragjikojnë më shumë? Në rrjetet sociale apo kështu direkt? Në rrjetet sociale. Okej. Je kështu i dhënë pasi rrjeteve sociale, sa po të pëlqejnë, sa je aktiv? Në rrjetet sociale jam kogja aktiv. Në TikTok për shembull, ose në Instagram. E tash ku të më shohin njerëz për shembull në TikTok, ku të bëjnë ai video për shembull me ai kert mirë thonë me na modhe. Okej. Je person që i përgjigjesh komenteve apo veç i ignoron? I ignoroj ku s'kam kohë. Rruga më e mirë. Po. Se tash me reagu për çdo koment. Po. Tash po besoj edhe ke filluar me u përshtat. Po në fillim ka qenë e njëjta, se në fillim zakonisht dim me u prek më shumë. Na dhem pak më shumë. Po se si mësu halo. Si menaxhojsh në fillim kështu? I merr shumë ofër zemrës? Po e merr shumë ofër. Okej. Po tash të mësua edhe pe njerëzve të tjerë që më thojnë mos i këshër fort komente, se këta nashta prej noti shkrujnë, ose s'kanë qa me bo tjetër sen veç me shkru të lefar komente. Në fakt ajo që ka mu për më bën përshtypje Diart, është se je mërgjimtar, por gjuhën shqipe e flet mjafti rrjatshëm. Kanë qenë prindrit shkaktar që gjithmonë me mësu gjuhën shqipe si gjuhë primare dhe me fol kështu mirë? Është merit e tyre? Po. Tash për shembull ku jam lindë mas pare ku mësu gjuhën shqip, se në shkollë jam kohë, në qerë dhe s'jam kohë. Në shqip kanë folë, tash po jam mësu. Okej. Prindrit shqiptarë zakonisht njihen si prind strikt. Sidomos kur dojmë me i hy këtyre ëndrave më artistike. Cilat kanë qenë ato këshillat që ti kanë jap ty në fillim kur u tregove që don me fillu muzikën? Një treg jo të lehtë. Prindë e mi e kam pranu, edhe unë kam përkra gjithë, dhe që tash halot të më përkra janë, edhe i falenderoj shumë. A janë strikt? Kështu kanë regullat e tyre që nuk... Atëherë ku jam koma e ri, jam ka pak ma strikt. Cilat kanë qenë qefet që mas shumë ti kanë ditë me ja u prish Diartit, prind? Qa? Prind, cilat kanë qenë qefet që ti kanë prish mas shumë te? Atëherë ku jam ka 12-13, gjithë po ta qef me dollë me shoqni, ka nërë kanë tho, jo se ju të dollë shpesh. Mos dilë për shto ditë, po tash masi i kumbo do vjetë ma shumë edhe e kuptoj pse. E kupton tash pse. Po një këshill kur hyre në këtë treg, cila ishte kështu që ta thanë, me pas gjithmonë afër? Qysh? Një këshill që ta dhanë prindrit, kur hyre në tregun muzikor, cila ishte këshilla që ta dhanë, me pas gjithmonë afër? Kanë thonë që duhesh me vazhdu, me qeni fort, mos me undiku nga njerëzit, ne jemi mbrapa teje, kështu me radhë, si prind zakonisht që din me këshillu. Gjithë unë kanë thonë me vazhdu, për shembull kut e kanë po komente që kanë shkru njerëzit cenet keq, kanë thonë mos i ngata se ti e din vetë çfarë talent ki, na e dina po të shumë për çdo ditë që po punon, për shta. Në fakt, Diartit atë kemi pa që ke këndu shumë këngë të artistave. Cili është artisti më i preferuar i Diartit kështu shqiptar, normalisht? Aktuel e ngoj shumë Don Gjonin. Okej. Çka të pëlqen te Don Gjoni? Se ai ka shumë zhanre. Ai ban rap, këngë ritmike. Është stili që të pëlqen më shumë? Po. Në këngë tina mund të shme na këndu? Jo, tash s'moj
se Okej, di se për kena meshke. një kështu ofër që me e ditë. Jo. Qysh është atë tregun muzikor shqiptar djarë? Sa të pëlqen ty? Në përgjithësi. Unë pëlqen shumë se ki në Kosovë të lëfar zhandra muzikës. Ka këngë vajtuse që kryen shumë, këngë verore, këngë ritmike, këngë rap, ki të lëfar zhandra këtë. I ndëgjon ti këngë të vajtusa? Për dimnit ka njerë, po. Dimrit, ma shumë normalisht virës. Edhe për I inspirim. dojna mojnash. Edhe për inspirim e. Qka së të pëlqen tregun muzikor shqiptar? Në qasë më pëlqen. Për shemëll që këshyri njerëzit tashti me bo me qitë senet palidhje në videoth. Që që me ndojnë për shemëll artistët tashti unë e qesë diçka të palidhje në video edhe me ndojnë unë jam tashti ma i forti se që këmë bo. Okej. Po ju vetë personalisht, qysh keni qef me u njoft në tregun muzikor shqiptar, në të ardhmen? Mu njoftu me... Me u mbajt mend kështu. S'pe kuptaj pyetjen. Qysh ke qef me u mbajt mend? Në cilin zhonër ke qef me u mbajt mend ma shumë, ose në cilat pjesë muzikës ma shumë? Në këngë verore reggaeton, për shembull. Okej. Të pëlqen kështu ma shumë? Po, se kanë ma shumë energji. Ma shumë energji. Po. Në fakt është të vërtet, edhe njerëzit i dojnë ma shumë këngë verore. Po, ma Një ritmike. bashkëpunim me këngë kish pas qef me bo djarë të në të ardhmen? Një bashkëpunim me Don Gjonin, Botrin Timerin, Po. Dafina Zeqiri, për shembull. Okej. Dafinas gjithmonë nuk mungon. Po, Djarton po du me të falenderu shumë edhe me të uru shumë suksese, e që po shpresoj që bashkë kemi mu pa kështu në projektet mëdha, në të ardhmen afërt, edhe kemi me pas që ka me folë shumë të reja nga djarti. faleminderit shumë.